Thot Ibn Jarir at-Tabari: "Idha hakamtum bayna an-nasi fatakalamtum faqulu al-haqqa baynahum wa'dilu wa la tajuru." Pra nëse gjykoni midis njerëzve dhe flisni, atëherë thuajeni të vërtetën midis tyre, tregohuni të drejtë dhe mos bëni padrejtësi. Thot Ibn Kathiri rahimahullah: "Ya'muru ta'ala bil 'adl." Allahu azza wa jall urdhëron me drejtësi fil fi'ali wal maqal, në fjalë dhe në vepra, ala al qaribi wal ba'id, për të afërm dhe të largt. Wallahu ya'muru bil 'adli li kulli ahad fi kulli waqtin wa fi kulli hal. Allahu urdhëron për drejtësi për secilin në çdo kohë dhe në çdo situatë. Dhe në hadith nga Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu ka ardhur se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Innal muqsitina 'inda Allahi 'ala manabira min nur." Njerëzit e drejtë tek Allahu pra ditën e gjykimit do të jenë në mimbere prej drite. Dhe s'ka dyshim se njeriu duhet të jetë i drejtë në gjykimin që e bën dhe duhet që të verifikohet për lajmet që i vinë ati nga të tjerët. Kështu na urdhëron neve Allahu azza wa jall ku thot: "Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." O ju cilët keni besuar, nëse ju vjen një fasik, një i prishur me një lajm, verifikohuni. "An tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Pra që të mos jepni gjykim me ignorancë ndaj dikujt dhe të pendoheni për veprën që e keni bërë. Thot Allahu azza wa jall: "Pra fatabayyanu, verifikohuni." Në një qiraet tjetër është fatathabbatu, që posedon për të njëjtën domethënie. Ka thënë Sheikh Rabi'a, Allahu e mëshiroft: "Idha qulta fa'dil sawa'an fil ikhbari aw fi shahadati aw fil jarhi wat ta'dil, ay qawlun taquluhu ay qawlin taquluhu fa'dil fih." Pra nëse flet, nëse gjyko me drejtësi në atë që e transmeton, në dëshmin që e jep dhe në gjarh dhe në ta'dil, pra në kritikat dhe lëvdatat që i bën, i drejt dhe në çdo gjë që e thua, silu me drejtësi në këtë. Thot Sheikhu vazhdon thot: "Allahu akbar, fal 'adlu fil qaribi wal ba'id." Drejtësi me të afërm dhe me të largt. Dhe këtë Sheikhu, Allahu e mëshiroft, e ka dëshmuar shpesh herë në biografinë e tij, sidomos në fitnën e Muhammed ibn Hadi. Edhe pse i afërm, mjaft i afërm i Sheikhu nuk i dha të drejtën atij dhe nuk gjykoi padrejtësisht për të, vetëm dhe vetëm se është i afërm dhe vetëm që e ka po të njëjtën emër të kabiles që posedon edhe ai. Mirë po gjykoi me drejtësi dhe kundër tij edhe pse i afërm i tij. Thot Sheikhu: "Bin nisbeti lil aduwi was sadiq." Trego drejtësi në gjykim për armik dhe për shok. "Wal kafiri wal muslim." Gjyko me drejtësi për musliman dhe për qafir. "Fa innal 'adla wajibun fi kulli hal." Me të vërtet drejtësia është obligim në çdo situatë. Mbaroi citati i Sheikhut, Allahu e mëshiroft.